episodu mundësua nga Vodafone, Smile Pikal, Melia, Lajthiza, Metropolitan, Tumo. Nuk ndodh që të vinë të gjithë miqtë e podcast me energjin që të merë përpara, si që ndodhi me Merita Halilin. Jam shumë entuziaste për këtë episod. Mirë se erdhe Merita Halili. Mirë se të gjeta Mira, knajsi, sa vite kam që me zi po pres takohem me ty. Ne nuk jemi takuar asnjëherë në jetë. Në jetën reale, se ne jemi takuar shpesh. Edhe ne kemi një lidhje të fortë familjare me ty. Mund të ta rrëfeqëm fillim, me shpresën që asnjëra nga ne nuk do qaj. Gjyshi me donte shumë muzikën. Ishte infermier dhe kur shkonim në verë në fshat tek ai, ishte shumë tipike ta gjenim me televizorin zëri në kup të qellit ku këndonte Merita Halili. Ke qenë një lloj idhulli për të. Përjedhoi babi dhe të gjithë të tjerët edhe kur ai iku nga jeta, sa herë që dëgjohej Merita Halili ishte një moment nostalgjie se na çonte pikërisht në fëmijëri. Kështu që le të themi që Merita Halili është pjesë e familjes time. E përshëndesim atje ku është, në atë botë, edhe gjyshin tënd edhe gjithë familjen tënd. Faleminderit shumë. Ti në fakt është kjo e artistëve, Merita, artistëve të mirë, empatik, që përveç se kanë talentin, unë them që publiku e ndjen kur artisti është dhe njeri empatik, i thjesht. Mendon? E kam menduar gjithmonë dhe gjën e parë që më kanë mësuar kur kam qenë qofti mat nga familja që kemi qenë shumë modest, familje tiranëse me baza, me shumë mirësi, gjithmonë t'jem me këmbë në tokë, gjën e parë. Gjën e dytë, kur kam hyrë për herë të parë në ansambël, isha nga liceu, më merrnin me recitale, sepse isha akoma studente që vazhdoja për kanto, gjithmonë më thoshin, merr të mirat e këtyre që shikon këtu, që janë më të vjetër se ty, po mos merr të këqija, do me thënë. Kjo kishte një domethënie, se të gjithë njerëzit nuk janë të prerë njësoj, secili ka ato natyrën e tyre, po ato thonin të merrshe të mirat, po si të mirat. Mënyra se si interpretonin në skenë, mënyra se si flisnin, dhe shumë artistë të vjetër mua më kanë thënë që me popullin duhet të jesh shumë e dashur, jo mendje madhe. Sa i popull të duar troket dhe ai t'jep shumë dashuri. Bukur. Mua më mbeti pak tek kantoja. Unë nuk e dija që ke studiuar kanto. Unë kam ditur gjithmonë tek muzika popullore. Unë kam studiuar klasiken për kanto, liceun artistik, dhe që në licet artistik aktivizohesha me teatrin, me ansamblin amator Tirana, Migjeni, uzinën e traktorëve, dhe aty ansambli më ndoqi me ansamblin Tirana në Festival Gjirokastrës, dhe më pan zërin, dhe që aty thanë, po ku është kjo vajzë? Kush e tha këtë? Në atë kohë ka qënë Agim Krajka, Gjemalaci, Ramadan Sokoli, dhe ato thanë, që është kjo vajzë që ka dalë me këtë zënë në Festival Gjirokastrës? Është ansambli Tirana, se ishin ansambli amatore në atë kohë, po bonin nxirnin këngët e vjetra në pa, nga çdo lloj zone e Tiranës. Nga gjitha trevat, po. Dhe aty e pan zërin tim dhe filluan të më aktivizonin me recitale në ansambël. Dhe unë që 16 vjeç kam dhënë recitalin e parë, duke qenë ndërkohë në lice si studente për kanto, dhe vazhdoja muzikën. Dhe kjo mua më bëri mirë sepse klasiki aty të formon si këngëtare, dhe ti nuk këndon më e pa do të them se amatorët edhe atëherë kishin një lloj shkolle 9 mujore që jepnin, që donin. Edhe amatorët ishin me shkolla atëherë. Me shkolla atëherë, sepse kishte një kurs 9 mujor, që ti nxirnin nga ajo e kënduara burimore, po ti stilizonin në një formë që edhe kënga burimore të vinte sa më bukur tek publiku. Do ishe bërë ti një yll si soprano, apo ti dhe ata që e pan talentin tënd të qua në vendin e duhur, në mjedisin e duhur? Ti u bëre ylli i muzikës popullore shqiptare. Nga që rrodha nga një familje me tradita tiranëse dhe zëri im u përshtat shumë mirë dhe nga gjitha ajo shkollë dhe klasikja mua më ndihmoi shumë, ajo mua më bëri që
yll nuk do thosha, po unë vërtet e këndoja shumë bukur edhe muzikën klasike. Kam kënduar Gjildën, kam kënduar Alabjevin, që ishte shumë i vështirë për të kënduar atëherë, Bilbilin, Alabjev të kompozitorit rus dhe shumë të kompozitorëve të huaj, sepse e kishim program mësimor, dhe në fund pastaj unë vendosa që t'jem se jap më shumë për këngën popullore. Tani do ma shuash një kuriozitet, është fëminor, gati dhe naiv, unë të kujtojnë 92 ka qënë, kur ishte që u shfaqe dhe fitove me spektaklin e Vera Grabockës? Po. Edhe më duke i gjithmonë si kur në atë kohë ishte një garë me Steje dhe Elifarës. Ha ka patur ndonjëherë garë? Ka patur garë sepse ne kemi bërë mbrëmjen muzikore, para se të bëheshin këto të tjera. Kur ka qenë në 89-ën. Dhe aty kanë qenë të gjithë artistët e Shqipërisë dhe diskutoj kush do ta fitonte çmimin. Parashivisi Maku, Elifara, Merita Alili, Valdete Hoxha, Zeli Hasina kanë qenë shumë këngëtarë, Fatma Zyber kanë kënduar shumë këngëtarë në atë kohë. Dhe unë mendoj që çmimet nga ndonjëherë janë subjektive. Për mua kishte shumë rëndësi në atë kohë jo të merja çmim. Çmimi do më kënaqte, do më gëzonte dhe kam thënë pse mos ta fitoj Merita Alili në një intervistë, por mendoj që gjëja më e bukur është që unë kënaqa popullin, sepse aty këndova këngët më të bukura që u duar trokita më shumë se sa të kisha marrë një çmim. Okej. Dhe pastaj ti ke ikur shumë shpejt, je nga emrat e parë që ike në Amerikë. Në çfarë viti u largove Amerita? Unë shkova një herë në 91, u ktheva dhe përsëri shkova në 95-ën përgjithmonë me bashortin tim, Raifin, dhe filluam një jetë të re. Me Raifin e përhershëm, forever. Gjithmonë me Raifin tënd. Gjithmonë i kam thënë forever, dashuria ime e jashtëzakonshme. Po, dukeni dhe në fakt kjo e ndihmon një artiste shumë. Shumë. Që të ketë një bashort një shokjetë aq mirëkuptues. Shumë, sepse po mos ishte ai nuk e di as vetë se si do kishte vazhduar rrugtimi im. Zoti t'jep zërin, t'jep çdo gjë, por ti duhet kesh një njeri të fortë në krah. Duhet dhe pak fat. Ku e takove Raifin? Në Amerikë kam takuar. Në çfarë viti? 91-shin. Okej. Dhe pastaj ti u riktheve për të? U riktheva këtu në Shqipëri. Sa vjeç ishe ti në atë kohë? 24. E re shumë. Shumë e re. Nuk kishe ndonjë shok këtu ti? Unë jam dashuruar dhe dashuria ime e përhershme, siç e the forever, ka qenë vetëm Raifi. U ktheve në Amerikë kur? U ktheva pastaj kemi kemi bashkëjetuar me Raifin shumë 5 vjet nëpër Evropë, kam performuar në Shqipëri, kam performuar edhe në Shqipëri me Raifin, në Kosovë, në Maqedoni, kam qenë në Zvicër, në Belgjik, kudo në Gjermani, por në 95-ën ne u larguam për fare. U vendosët në Amerikë. Në Amerikë. Unë i pres të gjithë artistët dhe njerëzit që takoj për ato ditët e para të Amerikës. Nuk e dia është më ëndër Amerika dhe është më ëndra amerikane, por në ato vite veçanërisht ka qenë ëndra amerikane. Ishte një gjë shumë e fortë për njerëzit, por ama kështu dukej nga zëri Amerikës që ne dëgjonim në radio apo nga rrëfenjat edhe ajo që shikonim në filmat e parë në RTS. Megjithatë, Amerika e realitetit nuk është një Amerikë e lehtë, është një Amerikë e vështirë. Si ka qenë për ty? Amerika është e vrullshme. Është e vështirë, nuk është e lehtë. Nuk e ka filluar asnjëri se janë hedhur parat në rrugë. Të gjithë e kemi filluar nga zeroja. Në fillim ka qenë shumë e vështirë, pa gjuhë. Unë nuk e dija gjuhën, vetëm Raifi e dinte gjuhën. Ai komunikante për çdo gjë, i ra shumë punë, sepse do komunikante për faturat, me gjërat, me të tëra, dhe unë isha, me thënë të drejtën, më vinte keq që nuk e dija gjuhën. I doli një punë shumë e vështirë. Unë fillova të shkoj në shkollë për gjuhën. Raifi kishte mbaruar shkollën në Prishtinë, Akademinë e Arteve, dhe filloi një master. Ndërkohë unë fillova për gjuhën, e filluam nga fillimi, nga zeroja. E mësove shpejt anglishten? Jo, mu desh ka. Anglishtja për mua ishte gjuhë shumë e vështirë. Nuk e kap një dot si që janë gjuhët e
që na rrethojnë italishtja dhe këto. Për mua ishte shumë e vështirë. Okej, të gjitha mësohen. Të gjitha mësohen. Nga njëherë e them dhe për modesti ose për shaka, se unë bëj dhe shpesh shaka, e mësova nga halli. Po, halli dhe nevoja të bën të ecesh përpara, besoj shumë shumë. Jeni vendosur fillimisht, keni qenë në New York gjithmonë? Kemi qenë në New Jersey dhe kaluam për 2 vjet në New York. Nga New York përsëri na pëlqeu New Jersey, siç thon Garden State, se ka shumë gjelbërime dhe kaluam në New Jersey. Si e ndan ti jetën mes Amerikës dhe Shqipërisë? Pra, në kuptimin çfarë të mungon nga Shqipëria dhe kur vjen këtu çfarë të mungon nga Amerika? Për të qenë sinqert, unë hika e formuar nga Shqipëria si këngëtare, me një reputacion shumë të mirë dhe ti ndjen atë të mungon. Edhe pse ti gjen komunitetin atje dhe unë isha përsëri plot, sepse unë fillova me komunitetin shqiptar në fillim, të këndoja, të aktivizohesha në çdo eveniment. Dhe aq më tepër kur një grup amerikanësh kishin marrë vesh që ata studionin muzikologjin dhe i kishin ato zonat ku kanë studiuar për muzikën e Ballkanit. Erdhën na shikuan ne këndonim në një restorant në Staten Island, në New York, dhe kur shikojmë që futen janë 9 amerikan, po këto shduan, sepse këtu është restorant shqiptar. Dhe u prezantuan se kishin marrë vesh që ne kemi ardhur me Raifin aty. U takuam me ata dhe që aty pastaj është ai që the Fati. Unë bashkë me gjithë Raifin filluam të bëjmë workshopet, koncertet, patëm një manaxhere shumë të mirë amerikane që na organizonte edhe për amerikanët koncertet në festivalet internacionale për gjithë botën. Ti je nga të paktët që i rezistove dhe i qëndrove karrierës tënde në Amerikë si këngëtare. Ka patur nga ato që kanë ardhur, kanë qëndruar disa kohë dhe janë kthyer, disa rasti parashjevis që nuk ja doli me ëndrrën e saj amerikane, nga një yll që ishte këtu, dhe gjithmonë kam dashur ta kuptoj, është Amerika, apo është fati, apo është mënyra se si ti bën zgjedhje, njerëzit që të rrethojnë, ambienti, çfarë mendon ti që e bëri Merita Halilin, që të bëri ty ti rezistosh, ti mbijetosh Amerikës së egër? Amerika është e egër, po unë nuk kam dashur kurrë të mendoj një gjë që nuk i takon Meritës. Unë e di karriken time dhe ku jam ullur dhe e di shumë mirë dhe e mendoj shumë mirë se çfarë i shërben Meritës. Jo gjëra abstrakte. Për shembull, unë nuk mbajta një mikunguj në Seattle. Unë mbajta me zërin tim dhe me punën bashkë me gjithë Raifin, neve vazhduam për atë që ishim në Shqipëri. Kur ti krijon identitetin tënd si këngëtare, dhe unë isha këngëtare folku, unë qëndrova te folku, unë qëndrova tek populli dhe atje. Amerikanët vdesin për atë gjën, burimin autentik, dhe unë prandaj pata sukses sepse unë qëndrova original, ajo që jam bashkë me gjithë ndihmën, bashortin, dhe do ta përcaktoj këtë sepse ai ka bërë një punë shumë të madhe dhe ai ka bërë të gjitha lidhjet dhe ai ka komunikuar për herë të parë. Siç e thash, unë nuk dija anglisht, ai komunikonte me të gjithë këta njerëz dhe neve arritëm të çojmë muzikën shqiptare në Kongresin Amerikan, librarinë e Kongresit Amerikan, Kennedy Center, Broadway, Lincoln Center, 5 herë, të këndosh në skenat më prestigjioze që janë atje dhe të bësh të gjithë workshopet në për kolegjet më famoze ku vinin njerëzit që bënin master ose doktoratur të shikonin muzikën dhe folkun shqiptar, mënyrën se si ja prezantonim unë edhe Raifi. E di çfarë po mendoj tani Merita, se gjithmonë e kam këtë që them që një njeri kur ke në krah njeriu në duhur mund të fluturosh. Dhe për mirë apo për keq në njerëzit që na rrethojnë na e determinojnë, e bëjnë pak destinin ton. E bëjnë. Se po të shoh të mbrojtur, të shoh një grua të talentuar me këmbë tok, por të mbrojtur. Të mbrojtur, e shikoj këtë mbrojtje edhe kur vi këtu.
do thua ç'a mungon, unë nuk i kam munguar dhe skenës këtu. Artisti duhet të di dhe të zgjedhi ku do shkoj. Nuk është që kam bërë zgjedhje të mëdhaja, po nuk kam hyrë, nuk e kam vënë veten në çdo vend. Kam zgjedhur edhe... Nuk e dashur të bëhesh boz. Nuk kam shkuar në çdo lloj ambienti të këndoj. Kam zgjedhur vendin ku më takon mua. Okay. Dhe kjo më ka ruajtur edhe në Shqipëri dhe në Amerikë. Ishin ata amerikanët që e dhanë mundësinë e parë. Nëse do klasifikoje disa emra që të janë bërë krah në Amerikë, edhe mbase ke dëshirë t'i thuash sot. Unë do veçoja Ethel Rahim, që ka qenë një nga menaxherët, do veçoja Jane Sugarman, që ka qenë shumë e mirë, Steve Kotenci, që ishte një valltar që prezanton shumë mirë vallet shqiptare, Michael Gisborough. Të gjithë Amerikanë këta? Të gjithë janë Amerikanë dhe të gjithë këta kanë, do me thënë, na kanë mbështetur vazhdimisht. Dhe neve shpresojmë që t'i sjellim këtë grup në Shqipëri. Çfarë mendon se ka qenë një pikë e fortë e jotja, Merita, në përgjithësi me jetën tënde artistike? Përveç Raifit, përveç talentit. Unë në fakt jam shumë e organizuar. Si grua, si artiste dhe si nën. Unë merrem dhe me gjëra shumë të vogla në ç'aspekt aspekt. Kur vajzat ishin të vogla dhe unë merrja një babysitter për shumë, or mami im që më mbante, unë do t'i lija çdo gjë gati fëmijëve të mi dhe do përgatitesha për të kënduar. Jam detajiste, do me thënë dua çdo gjë që t'jetë në rregull për këtë. Mua më bën më shumë shpirti, pasioni që kam për këngën. Dhe çdo gjë që e bëj, sikur edhe duke lar enët, ose çimentot që dhe sot i laj me gjunjë, se kam qef t'i prek çdo gjë dhe ajo është fiskultura ime. Në mes të Amerikës ashtu i lanë. Do me thënë, dyshemen, se e thash qimenton, se ne s'kemi qimento, po dyshemen. Po shumë mirë, qimento nga fëmijëria, që më kam ngelur, po, unë i bëj me shumë pasion. Çdo gjë duhet jetë shumë në rregull. Dhe kjo më ka ngelur dhe në Amerikë të jem vetvetja, të jem me këmbë në tokë, dhe Amerikanët edhe shqiptarët më duan ashtu siç jam, Merita, që është me këmbë në tokë, që ato thonë, do me thonë down. Çfarë moshe kanë vajzat? Madhja është 37, 30 i bëri e dyta, edhe e vogla tani në 12 maj do bëj 23. Unë i kam bërë vajzat në çdo 7 vjetë, më kanë ardhur, nuk e di ka qenë rastësi, po nuk i kam me shumë me distancë. Dhe kjo ka ndodhur? Kjo ka ndodhur rastësisht, nuk kemi bërë plane, në një kohë që im shoq ka dash gjithmonë të ketë Raifi, ka dash gjithmonë të ketë djalë, por ajo gjë nuk u realizua. Je mami helikopter që do kontroll mbi vajzat? Para se të flej gjumë, mund do t'i marrë në telefon, jeni të gjithë në rregull, jeni në shtëpi, do me thënë çdo ditë, nëse nuk bën gjysmë dite, mua më fillon panik atak, ku është goca, pse s'm ka bërë telefon sot. Ajo gocë që s'ka marrë në telefon. Goca ndërkohë është 37 vjeç dhe mami kërkon llogari, po, edhe mami më haron që jam. Po ajo më bën mua telefon në mëngjes dhe unë e di që ajo është në rregull dhe unë jam në rregull me atë, edhe në darkë gjithë. Neve jemi shumë të lidhura dhe vajzat janë shumë të lidhura me nënën. Sepse unë s'kam pas motër dhe ato janë vajzat dhe motrat e mia. Ti tashmë ke më shumë se gati 30 vjet, 31. Gjysma e jetës time është në Amerikë, gjysma këtu. Po. Kur vjen në Shqipëri, sigurisht Tirana ka ndryshuar shumë edhe nuk e di se sa kujtime kanë mbetur aty që të lidhesh me kujtimet. Po çfarë ndjesie t'jep kur vjen në Tiranë, Merita? Të thuash, lagja ime dhe nuk ka ndryshuar shumë. Po ato pallate, po ato shtëpia private, sepse unë kam dhe shtëpinë private të prindërve, akoma jetojnë vëllezërit e mi aty. Nuk ka ndryshuar shumë, po ka, si me thënë, qyteti ka ndryshuar shumë. Qyteti ka ndryshuar shumë. Por mua gjithmonë më bën më të lumtur kur unë dal në skenë, sepse ajo është gjëja më e bukur kur unë vi këtu, kur do këndoj. Okej, por ne si të dukemi? Të gjithë njerëzit në Shqipëri kanë evoluar për mirë, sigurisht. Tani nuk mund të quhet më Shqipëria e viteve 90, po unë mund të them që është
akoma si një qytet, Tirana, si një qytet evropian që po ja ka lënë shumë qyteteve në Evropë dhe po bën mrekulliera. Ke ndonjë tundim të vish jetosh këtu? Të vendosesh në Tiranë? Të gjithë ma kanë bërë këtë pyetje dhe unë asnjëherë nuk kam thënë që nuk do kthehem, sepse gjithmonë ja lej kohës për çdo gjë. Koha është vendimi më i mirë dhe nuk kam thënë kurrë që nuk do kthehem në Tiranë, sepse Por ama si e kthyer? Nuk jam kthyer, por nuk kam thënë kurrë që nuk do kthehem. Po mirë, shumë mirë. Kjo është një meritë e përmbajtur, duhet lënë. Po. Ke tundim ndonjëherë? Shumë. Se edhe në fakt e drejtë është, edhe mësohesh në vendin ku jeton edhe ka gjëra. Çfarë të pëlqen për shembull? Çfarë të mungon nga Tirana? Se unë them ne kemi këtë afërsinë, i bëjmë gjërat shpejt, takohemi shpejt me njëri tjetrin. Ajo është gjë më e bukur që më pëlqen. Po, se do shkoj atje do bëj këtë dhe ti mbaron punë shumë shpejt. Dëshirë të kesh. Po, për çdo gjë që ty të duhet, në moment ti bën një telefon dhe i thua si mund të lidhet, ti ke shumë informacion këtu. I mbaron gjëra dhe janë shumë informativ në Shqipëri. Në Amerikë janë gjëra, distancat janë shumë të largëta. Mua më zë temperatura, nga New Jersey në... Qoftë edhe për një appointment, takim, si themi... Një takim. Një takim të doktori, ti do presësh. Se nuk mund ta bësh dot sa më shpejt këtë gjë. Ose do shkosh, po marr vetëm do me thënë, do shkosh në emergency room edhe do mbarosh punë. Okej, tani mos hym te kjo pjesa e shëndetësisë se ne kemi shumë halle, po sidoqoftë. Ja, tani më pate tipikisht atë buzëqeshjen tënde. E bëre komplet si ishte kështu si jam unë. Si që ti, ishe shumë ti tani kur qeshe kështu me një lloj sinqeriteti. Tani në Amerikë flitet shumë për para, edhe gjithë bota sillet rreth saj, edhe kudo xhanëm edhe nuk diskutohet se paraja ka qenë gjithmonë status edhe pushtet edhe sidomos mjet për të garantuar një jetë dinjitoze dhe një jetë të mirë. Por gjithmonë unë them nuk është gjithçka, edhe gjithë miqtë e këtij podcasti merita i pyes pak edhe për raportin me parat, njerëz që i kam patur, i kam provuar, i kam fituar me djersën e tyre, edhe ndoshta janë ca përkufizime, janë disa përgjigje opinionet nevojshme. Unë kam, si që thash, 30 vjetë në Amerikë, bashkë me gjithë Raifin, vetëm me punën tonë, me kursimet tona, me zi kemi arritur dhe ti e di si blien shtëpijat atje me bankat, që ti jemi të sinqert, me kredi. Po, me kredi. Edhe këtu vetëm me kredi, po. I kemi marrë para, si tu është 5-6 vjetësh, sepse ka qenë një jetë shumë e vështirë, ne kemi patur të fokusuar të rrisim fëmit, të shkollojmë fëmit. Nuk kemi qenë të fokusuar që të kemi një jetë luksi dhe mos të investojmë ke fëmit tanë, ke vajzat, ke shkollat, ke puna jonë artistike. Dhe kjo, se ti do fokusohesh në 2 gjëra. O do bëhemi pasur, edhe do fokusohesh ke paraja, o do kesh një jetë të qetë familjare që kur ta vesh kokën në jastik, të marri gjumi për 3 sekonda, 1, 2, 3. Mirje me gjumin? Po jam shumë mirë, sepse nuk mendoj për paran, si që tham, mendoj vetëm të kem shëndet, shëndet fëmive, shëndet për vete dhe për gjithë familjen time, dhe nuk mendoj fare se paraja, si që merë, Amerika ashtu është, si shta jep, ta merë. Mirë. Pyetjen për gjumin e kisha si grua në fakt. Gjumi prishet, janë ato, ndryshojnë ato balancat me moshën edhe... Me moshën, kam patur momente dhe ato, sepse janë, është mosha, janë të gjitha, por nga njerë nuk na zë gjumi edhe kur mendojmë shumë për fëmijët, kur kemi, sepse të rrisësh 3 vajza, ti shkollosh, nuk është e vështirë në mes të Amerikës. Nuk është e lehtë. Çfarë ishte në horoskop se ma the kur u takuam gathore, apo mirë, jam si shumë nurture, si themi nurture, jam shumë ushqej, po jam shumë nën. Nën, pra që për kujdes, shumë për kujdesja, për familjen, po. Ja, po edhe pak artist, po edhe pak atë, ka edhe një lloj individualiteti interesante. I lexon, ke një njohuri për horoskopin për shembull? Po, i kam lexuar në fillim dhe nuk është që i ndjek, sepse këto janë gjëra për fan, që thamë këto, për galat. Për galat, edhe tamam për galat, kështu që nuk është që unë mbaj ditën mendjen te. Po se mo takoj dhe më ta ti e Demi, shumë mirë ta Demi është shenjë që vuan shumë.
Okej. Nuk e di, unë them që njerëzit në fund fare janë personaliteti, formimi jetës vetë, i familjes edhe i rrethanave të fatit. Ke patur je njeri me fat? Duhet falenderoj Zotin për këtë. Se çdo njeri ka një besim shumë të madh dhe kur ulesh edhe falenderon Zotin, nuk ke nevojë të falenderosh. I falenderoj të gjithë njerëzit që kam rreth rrotull, po falenderimi më i madh është ai i lartë. Beson tek fati në kuptimin Merita që disa gjëra ndodhin pavarësisht asaj që ne përpiqemi, apo ti bën pjesë të njerëzit që thua arkitekturën e fatit e bën vetë njeriu? E ka në dorë vetë jetën e tij. Ashtu siç e thash, njeriu nëse nuk e di ku do shkoj, Amerika ishte stacioni i fundit për ne. Unë e di rrugën ku do shkoj. Këtë më ka mësuar babai im. Ti e di rrugën ku do shkosh. Ti do fillosh një shkollë, më tha kur fillova liceun, dhe këtu dua të lidh edukatën që jam rritur. Do shkosh dhe ti do shkosh në shkollë. Dhe unë e di që vajza ime shkon në shkollë. Dhe me këtë më dha të kuptoj që ti do mësosh, do shkosh në shkollë dhe nuk do hallakatesh, nuk do bësh devijime. Sepse mosha të devijon. Shoqëria të devijon për mirë ose për keq. Unë kam pas fat që unë kam pas një mikesh shumë të mirë, Kozeta Priftin, shoqe të mrekullueshme, pianisten edhe Nertila Kokon, që unë i kam pas të dyja mrekulli që unë kam pas shoqe shumë të mira që mua më kanë mbajt afër, i kam mbajt afër dhe jemi rritur me një brishtësi, me një edukat të jashtëzakonshme. Me një lloj ideali. Ideali për veten tonë. Kjo ka qenë fat që unë kam pas këto mikesha që unë me Kozetën jam bërë motor dhe me Nertilën. Unë i pyes gjithmonë të ftuarit Merita për lumturinë dhe për raportin me të, sepse sidomos gjithmonë njerëzit e kanë kërkuar dhe lumturia unë mendoj që është goxha personale, me thënë të drejtën, secili e gjen mënyrën e vet. Po Merita Halili, çfarë mendon? Jeta nuk është vaj. Jeta nuk është fushë me lule. Jeta ka lart, ka dhe poshtë. Njerëzit mendojnë po ti duhet luftosh për të ndërtuar dhe për ta mbajtur. Ti duhet jesh shumë e fortë. Dhe unë mendoj që kam qenë femër shumë e fortë. Në çdo jeta të përplas, siç e the, është fat, të përplas me çdo lloj fortune, me çdo lloj dallge. Kalove Atlantikun, është dallgë e madhe. Dhe unë mendoj që duhet bësh e fortë për çdo lloj gjëje që vjen. Po unë lutem dhe do lutem vazhdimisht çdo ditë pa rreshtur që familja ime të jetë. Familja ime, shoqëria ime, miqësia ime dhe të gjithë njerëzit në botë që vuajnë edhe për bukën e gojës, për kafshatën, ose njerëzit që janë në rrezik, në çdo lloj rreziku, në luftë, në çdo gjë, i lutem që Zoti t'ja u lehtësoj dhe të jenë sa më të qetë, sa më të shëndetshëm. Dhe lutem që mos të më shofi syri tek fëmijët e mi, tek familja ime, asgjë të keqe. Ndonjëherë të urosh të mirën bën mirë dhe ty, edhe t'ja urosh tjetrit të bën ty, të shëron ty të parin. Më pas se mendoj shumë. Hidhe në ajër, por nuk ka rëndësi se ku shkon. Kështu që kjo është një gjë shumë e mirë. Tani jetojmë në këtë botën se ti fole pak për shoqet e viteve të 10, shoqet e vjetra, Nertilën, Kozetën. Edhe bota ka ndryshuar shumë Merita tani. Nuk është më as ajo e viteve 90 që ke qenë ti në Amerikë, në New York, është një botë krejt tjetër me inteligjencë artificiale dhe me plot gjëra artificiale të tjera. Por ndoshta jetojmë në një botë me më shumë bollëk, me më shumë informacion, padyshim, por njerëzit sikur nuk janë të qetë. Me thënë të drejtën atje në Amerikë nuk janë të qetë njerëzit. I ka marrë një vrull shumë i papërcaktuar, do thosha. Po ku do shkojnë? Ku do shkojnë? Janë bërë si robot. Dhe tani po krijojnë dhe robotët që zëvendësojnë inteligjencë artificiale të krijojnë këtë. Të zëvendësojnë njeriun. Po unë kam pas fatin, siç e thash, sepse unë vazhdoj të mbaj misin e vjetër, kam edhe familjen e Kozetës në Boston, që është mama e Kozetës që është Polikseni, që unë shkoj shpesh me gjithë dy motrat e Kozetës që i kam atje,
Dhe shkoj shpesh edhe qetësohem sepse them që kam një familje atje. Dhe unë e përshëndes shumë Teta Poliksenin edhe sepse... Teta Polikseni. Të ndjerin Gjegji Perikliun, që unë e kam pas edhe jam edukuar, se duke edukuar 3 vajzat e tyre, ndërkohë unë kam hyrë në atë familje dhe edhe unë kam qenë pjesë e asaj familje. Përpiqeni që të ruani të raportet njerëzore dhe të mbani njëri tjetrin. Dhe atë familje kam në Amerikë që kam shumë miq edhe dashamirës që do respektoj. Ato janë nga Dibra e Madhe e Maqedonisë, Lina me Remin, që unë i përshëndes dhe i kam njerëzit më të dashur të jetës time, dhe shumë e shumë miq të tjerë që ndoshta do vi koha dhe do t'i përmend herë tjera, por këto 2 miq, këto 2 familje unë do t'i përmend janë në Amerikë, përveç morenës time që... Patjetër. Mua ma bëjnë, unë ruaj miqësin e vjetër. Pse e them këtë? Ti mund gjesh shumë miq të rinj, shoqe të reja, miq të rinj, por ruaj miqësin e vjetër. Di që nuk më ka ndodhur që të takoj në këto 5 vite, të jetë një lloj i ftuari me këtë bon sens dhe me këtë dëshirë për të mos i harruar njerëzit dhe për t'i përmendur me emra, një listë gjatë emrash në këtë episod, po kjo është shumë tije, vërtet. Del goca në penxhere, po del goca dhe në podcast. Nga penxheria. Podcasti jot është brillant. Kam marrë me dëshirën më të madhe, ta them sinqerisht, dhe kam pritur këtë ditë për të qenë tek ty. Vërtet. Sepse ti je më e veçantë, më vjen keq që e them në podcast, sepse njerëzit nuk duhet, e mira duhet thënë mbrapa krave, por unë po ta them në sy dhe më vjen keq që ta them, po është një që unë e kam ndjekur, e ndjek dhe jam krenare për ty shumë. Faleminderit, unë jam shumë krenare për gjithë njerëzit që takoj, jam krenare për këtë lloj pune që më ndihmon mua të takoj kaq shumë njerëz edhe kaq shqiptar interesant, gjithmonë shumë interesant. Unë do të jem në Tetor për është një tur me një shqiptare shumë interesante, Fotini Kokeri, e cila më ka organizuar një tur të librit dhe do të jem atje dhe shpresoj që do takohemi. Patjetër, Fotinin e kemi shumë gjanë, është një nga miket e mia. Shiko, bota është e vogël. E dua dhe respektoj shumë se po bën një mrekulli për komunitetin shqiptar. E adhuroj. Me që ti kujtove kaq shumë njerëz, unë kujtova një njeri me cilin vetëm kam folur në telefon, po ja kam ndier energjinë. Dhe unë e përshëndes Fotinin jashtëzakonisht dhe mezi pres ta takoj në Florida. Ky episod u mundësua nga Vodafone, Smile Pikal, Melia, Lajthiza, Metropolitan, Tumo.